Antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić u dëgjua në Prokurorinë Speciale të Kosovës në Prishtinë si i pandehur dhe siç tha ai një sulm ndaj rendit kushtetues të Kosovës dhe veprat e tjera penale që lidhen me protestat e dhjetorit të vitit 2022. Para seancës dëgjimore, Simić tha për Kosova Online se po shkon atje me kokë lartë sepse e di që ai dhe antarët tjerë të listës serbe si edhe përfaqësuesit politik i përkasin popullit të tyre atëherë dhe tani. Në të njëjtën rast, Prokuroria Speciale e Kosovës ftoi përfaqësues të lartë të listës serbe për t'i dëgjuar. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković njoftoi se nisi një urdhë arresti kundër 11 serbëve si edhe thirrje për seanca dëgjimore kundër udhëheqësve të listës serbe për shkak të protestave paqësorë dhe jo të dhunshme në veri të Kosovës gjatë vitit 2022 përfaqësojnë presion të ri mbi popullin serb nga Albin Kurti, por edhe një shqiplak në fytyrën e Bashkisë Ndërkombëtare e cila garantoi serbëve se nuk do të ishin viktimat e hakmarrjes. Petković kujtoi se serbët u tërhoqën nga barrikadat paqësore në dhjetorit të vitit 2022 vetëm në bazë të garancive me shkrim që morën nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndihmës drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Igor Popović paralajmëroi kundër dëbimit sistemit të serbëve nga Kosova, të cilët sipas tij autoritetet në Prishtinë po kryejnë pa asnjë procedurë ligjore dhe brenda më pak se 24 ore, gjë që shkel të drejtën themelore për një mjet efektiv ligjor. Siç deklaroi ai, të gjithë janë dëshmitar të terrorit të Albin Kurtit kur bëhet fjalë për dëbimin e serbëve që punojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Popović deklaroi se serbët që jetojnë në Kosovë mohohet gjithnjë më shumë e drejta për jetë familjare vetëm se janë të punësuar në institucionet e Republikës së Serbisë në Serbinë qendrore. Në Slivov, pranë Graçanicës, në vendin ku u gjetën trupat e 4 vëllezërve, Simić në këtë ditë u mbajt një shërbim përkujtimor në pranitë e miqve dhe antarëve të familjes Simić. Shërbimin përkujtimor u krye nga prifti Darko Marinković, i cili tha se është e rëndësishëm të mos lejohet harresa të çdo kujtimet e viktimave. Djali i rajonit të vrarë Zhivora tha se ata u vranë në vitin 1999 sepse pjesëtarët e KFOR-it britanik nuk i mbrojtën ata dhe shtoi se ai ende pret drejtësi pasi autorët e krimit nuk u gjetën kurrë. Kryetarja delegacionit serb të Këshillit në Europës Biljana Pantić-Pilja deklaroi se Serbia ka një politikë dhe qëllim të qartë në lidhje me Kosovën dhe se gjithnjë më shumë vende që kanë njohur pavarësinë mbështesin Beogradin e respektimin e së drejtës ndërkombëtare. Qëllimi ynë është i qartë të tregojmë se si jeton populli serb në Kosovë dhe Metohi, të ruajmë integritetin dhe sovranitetin ton territorial dhe respektin për të drejtën ndërkombëtare, tha ajo për Kosova Online, duke theksuar se pavarësisht aleatëve të fortë të Prishtinës, edhe Beogradi ka të vetët me të cilët zhvillon bisedime çdo ditë. Diplomati në pension Zoran Milivojević vlerësoi se numri i madh i çnjohjeve të Kosovës në vitet e fundit kontriboi në faktin se edhe pas 17 vitesh Prishtina nuk mund të konfirmojë shtetësinë e saj pavarësisht faktit se Gjermania, Britania e Madhe dhe Turqia po lobojnë për të. Profesori së drejtës europiane Avni Mazreku thotë se ekziston presioni politik mbi vendet që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë dhe se Ankaraja luan një rol të rëndësishëm në atë proces. Drejtori i Institutit për Studime Europiane në Beograd, Slobodan Zečević, vlerëson se gjithë vendet që e kanë njohur Kosovën mund të marrin pjesë në lobimin publik dhe sekret për Kosovën dhe se Turqia ka një interes shtesë sepse dëshiron të vendoset si një fuqi udhëheqëse në botën islame. Çmimet e produkteve ushqimore në Kosovë janë rritur kohët e fundit dhe qytetarët ankohen se çmimet e frutave dhe perimeve tani janë dukshëm më të larta në tregun e gjelbërt në Prishtinë. Sipas të dhënave zyrtare, një muaj pas rritjes prej 16% të çmimeve të energjisë elektrike, çmimet me pakicë u rritën mesatërisht me rreth 3%. Qytetarët e intervistuar nga ekipi i Kosova Online thonë se çmimet po rriten çdo ditë sipas tekave të tregtarëve dhe se produktet e freskëta janë gjithnjë më pak të disponueshme në treg për shkak të ardhurat të ulta.
Përveç kësaj, çmimet e karburantit janë rritur gjithashtu, kështu që 1 litër naftë sot kushton deri në €1.30. Nesër në mëngjes pritet mot i kledh dhe i freskët, ndërsa gjatë ditës pritet mot me diell dhe i këndshëm i ngrohtë, do të fryerë redop deri mesatërisht, ndërsa në mesditë era fort veri perëndimore. Edhe gjatë së dielës do të jetë mot i njëjtë, temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 8 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.